Studio është mbushur plot, dhe baklavaja natyrisht e rjon. Do ta provosh pak ti me stika? Do ta provoj, po ta provojnë dhe të ftuarit tanë të mrekullueshëm. Është nga pasticeri Pasha Turke. Pasha Turke. Wow, me stika. Me stika, me gjërat mira, jo kështu. Do na lejojnë 2 dietologët tona, mjekët tonë, jo 2, po 3. Do ta lejojmë? Vetëm për provë. Do ta lejojmë ta provojmë pak, ë? Për provë. Nuk do vdesim, tani që të lëm tani para vitit 3, sa baklava duhet ham dhe baz vitit 3, domethënë kur duhet ham më shumë, në 31 apo me datë 1? Se të ftuarit prezantohen vetë Bardhazi, nuk ka, Bardhazia e thyen të gjitha Lola Toromani është me ne, faleminderit. Adriatit Langozi, faleminderit. Mirë se erdhi, është era parë që vjen Bardhazi, ë? Është grupi Hani sa më shumë. Dorian Meta. Po me cilësia, ma. Filloj kontradikta këtu. Dorian Meta është një mik i dashur i studios tonë. Mirë se erdhe. Dhe mjekja jonë. Rikthehet dhe suela jonë e mrekullueshme Xhufi. Faleminderit që jeni me ne. E di që të shkon shumë kjo studio me këto ngjyrat. Po. Jeni jo shumë të mirë. Faleminderit. Tani pyetja brillanta është, sa copa baklava duhet të ham? Po. Para datës 31 dhe mbas datës 31, pra 1, 2 dhe deri kur. Sa copa baklava lejo njëra pas tjetrës? Mirë, okay. E shtoj Erioni këtë. Para buke po mbas buke. Erioni atë që s'duhet. Erioni shton atë që s'duhet. Sa copa duhet ham? Po, mos ta e bëj filozofi, ha. Sa varet kush e bën njëherë. Ua, kush e bën Tiku e ka bërë, ja. Domethënë nëse Ke qenë nga restoranti Tiku ti, më i Jo, miri. nuk kam qenë ende. Sa ngjit kodrat e liçenit një restorant kryevepër, tek Tiku quhet. Nëse do ta bënte gjyshja ime, po, nuk do kishte limit pjesa e baklavas sepse e bën shumë mirë. Nëse do ta bënte mamaja. Po pra brum është ajo, gjalp është ajo, stika janë hamo Tiku. Po është baklava mo, nuk kalkuloj. Baklavaja s'është ushqim, ka shqiptar që nuk thot nuk e ha baklava. Ne për darka zakonisht vëjmë vetëm nga 1. Po, ne kemi edhe më shumë, se baklava Pasha Turke ka sjellë dhe bollosh. Ora ka sjellë plot, po ti doni. Varet sa e madhe është sopa. Po ne zakonisht I bëjmë mëdha. Tani kush do t'i përgjigjet? Ua, ç'a pata unë shumë. Kush do t'i përgjigjet? Haj baklava, mo, haj baklava. Kush do t'i përgjigjet pyetjes time? Atëherë, unë mendoj që data 31 është e gjelit. Nuk është e baklavasë? Jo. Pra, baklavaja ja ka marrë gjelit në këthes, kur? Ja ka marrë Gjeli gjeli baklavas tani. Baklavas, sepse ëmbëlsira arri në fund. Dhe... Vetëm datë 1. E kuptova. Pikërisht. Dhe kështu që I bie 2026, në 2026 të hahet baklavaja. Nuk jam dakord. Sepse ankohet gjeli. Ankohet gjeli. Baklavaja është gjithmonë në fund, do hajnë një ëmbëlsirë në fund, sepse ëmbëlsira I jep fund çdo gjëje. Çdo lloj ushqimi. Ata do të hajnë edhe me 31 edhe me 1 baklavan. Po kur ha para 31-shit. Ne bëjmë 2. Doktoresha, të lutem, se unë pyetjen e bëra, po asnjëri se ka kuptuar. Ore, baklavane kam fiksimin unë, lëre gjelin. Kur ham më shumë, do ham para 31-shit apo mbas 31-shit? Unë mendoj që do ta ham mbas. Pas 31-shit do t'i japim fund. Do ta nisim me 31 dhe ta mbaroj me 1. Do ta ham mbas. Do ta ham mbas. 31-shit. Mbas 31. Mbas 31-shit. Atëherë, pse do ta ham mbas? Pse do ta ham mbas? Sepse duke qenë të ngopur, nuk I bie që të ham shumë dhe kështu që do rrymë linjat. Është një teori. Që pëlqehet. Që pëlqehet, po shkon. Po, Suela, po ata që janë diabetik, kanë probleme me sheqerin? Po varet nëse ka me diabetik. Ata mund të hanë kadaif më I. Tani, njohet një Kadaif të kulluar. javë në vit ta tekrojmë, sepse është një moment që festojmë gjithë bashkë. Po. Është një moment shumë I rëndësishëm, kështu që unë mendoj që për një javë çdo person mund të hajë baklavan. Po mirë, kur ham ne, ushqemi me ndërgjegje? Se tema e kësaj vëndshe është barku plot ndërgjegja bosh. Ne si shqiptar nuk e kemi këtë kulturë Pra, fatkeqësisht. kur ulemi ham në tavolinë, a na flet ndonjë çik ndërgjegja ne? Apo ham kështu pa e që nga kuptuar mënyra fare? se si A e ushqemi. shikojmë njëri tjetrin? A e bëjmë gëzuar duke parë njëri tjetrin me gotat drejt dhe me syt duke shkëmbyer shikimin që është shumë I rëndësishëm? Fatkeqësisht janë vakur këto gjëra. Jo, po Tiku e bën gjithmonë atë. Edhe madje edhe I mëson aty. Tiku e bën, por vatrat shqiptare kanë ngelur. Është humbur pak faktikisht, nëse mund të... Ka shumë familje që kanë nga 2, nga 1 dhe fare. Janë vetëm. Po të shikoni natën e vitit 3, do keni plot apartamente që janë bosh dhe nuk kanë as dritat e ndezura. Kjo është e vërtet, fatkeqësisht. Kjo është për të ardhur keq. Ka rënë tradita, nuk është siç ka qenë.
Si Se kudo. nuk festojnë në shtëpi, apo kanë hikur, kanë braktisur dhe shtëpi. Boshatisur. Janë boshatisur shtëpit, janë largë. Ashtu si në qytetin e studentit, që gumëzhinte, sot janë me kokra, ashtu se... Ti ku nga trishtuan, more. Po, shumë, po, shiko, mblidhen shqiptarët, shumë janë nuk është shumë, sepse mblidhen gjithmonë. Mblidhen të tiku? Mblidhen në presë, ja, dje, faktikisht, gjithë kjo javë, janë qënë mblidhen shumë, vine dhe nga jashtë, ja, tani faktikisht ne që flasim këtu, po bëhen rezervimet e fundit, për ata që kanë ardhur nga jashtë. Atje ku ti ke pronotuar një tavolin për 6 veta, ata të marrin telefon, shikothën se na kanë ardhur edhe 10 tjerë nga jashtë, do t'i bësh 16. E ti s'ke ku t'i bësh, detyrohesh të bësh sardelen, pastaj ti ngjisësh atje me njëri tjetrin. Sa vjet keni ju që merreni me këtë punë? Po bëhet një 30 tani. Atëre, para 10 vjetëve dhe sot, si ishte xhiroja juaj? Ka ndryshuar totalisht çdo gjë, si para 10 vjetëve, si tani, edhe nuk ka të bëj ajo. Ka të bëj më shumë që njerëzit sa vinë edhe mendoj unë po i largohen kësaj. Jo, vetëm po i largohen kësaj, po nuk ka më njerëz. Po nuk flasim për atë, ne po flasim që ata janë tani. Ata janë këtu tani. Ata që janë. Këtu do mbështiten gjithë, sarë që janë, atëherë flasim ata që janë. Ne si popull e kemi qef të ndënjurëm bashkë, për te se ne themi gjithmonë kritika, po duhen thënë disa gjëra pozitive. Në sensi që ne ende jemi një popull që e kemi dëshirë dhe qef familjarë. Osvila, unë e shikoj që ti ke qef të hash, tani haje të lutëm. Jo, sot, jo, nesëm, qikë më. Mere me vete. Dhe do të thotë që ende familjet, pas tjetër që ka familje që janë në numër më të pakët, ka dhe që janë në numër të tepërt, ka dhe që janë larguar, ka që rikthehen, po kryesisht shqiptarët kanë qef ta festojnë në vatrën e tyre, pra të kthehen atë dhe. Qoftë kjo dhe për të parë familjarë që kanë lënë, po kishin ardha Greqia me edhe Greqia, Italia, Gjermania, Anglia, nga tjetë, do me thënë, nuk është se mungon. Pastaj, kemi kulturën të ngrënë, kjo është një bised tjetër, në sensin që kultura nëse nuk ka qenë, po fillon po implementohet nga restorantet, nga fakti që këta që punojnë për restorantet janë të angazhuar. Prap nënat shqiptare gatuajnë me atin dyrën, ti velesh sa ulesh direkt në tavolinë, do më thënë, ty të ngopet me njerë syri, ne nuk e kemi atë stilin e këtyre tavolinave që janë fillimisht fillon me atë pjatën e supës, pastaj vjen pjata e dytë, pastaj po tani nuk është traditë e jona, po edhe ajo tradita jonë të ngop me njerë, ti ulesh tavolinë dhe ngopesh për 10 minuta. Kur djerë me zetë, salatë ruse. Po, ti ngopesh për 10 minuta, tani kjo... Ndryshuar gjërat. Si kanë ndryshuar gjërat? Në shtëpi kanë ndryshuar gjërat? Përpara bënin më shumë. Tani nuk bëjnë shumë, po tani ata nuk e quajnë foton pranë tavolinës, po mos jetë tavolina plotë për plotë, e kupton? Okej, tavolina natën e vitit ri gjithmonë do jetë plot. Por mënyrat e ngrënit kanë ndryshuar. Hanin më shumë, punonin më shumë, lëviznin më shumë. Jo, ka ndryshuar gjithçka, ka ndryshuar dhe ajo që the, edhe fotografia nuk bëhet më me tavolin plot. Pse bëhet kështu, e zbukuruar me gotat e mbushura dhe vetëm kaq. E zbukuruar me gotat ose në fillim, ose e bëjnë fund. Qohen familja, dalin para... Përpishëm të bëjmë këto imitimet e të tjerë. Edhe bëjnë fotografin. Fotografia bëjt e pemadës. Pëlqen shumë ajo kur dalin me bizhama. Me bizhama, po. E thosh, ore, ne kemi bizhama, po nuk është se i nxjerrim atje, nuk është se s'kemi bizhama. Jama parti. Jo, ka ndryshuar, shikon, nga 90-ta deri tani le të flasim pak kështu. Ka ndryshuar çdo gjë. Okej, po luftën me sheqerin, kur do ta fitojmë nese? Duket sikur po na mund sheqerin edhe. Asnjëherë, sheqerin e ke kudo, nuk ka si ta fitosh luftën me sheqerin. Ke edhe në ato elemente ushqimore që... Ja, pse për shembull nuk shpiket një baklava e kripur? Po, baklava pa sheqer. E kripur, mo. Me sheqer dietika. Po prap, jo nuk është aty ideja. Ku ta gjejmë këto në tiku? Po e porosit. E porosit, nuk është vetëm sheqeri, janë dhe aditivët që kanë sheqerin, që kanë një indeks glicemik akoma dhe më të lartë se sheqeri. Kjo është problemi, sheqeri nuk ka edhe brumrat. Që është një luftë goxha e vështirë, Ornela, për ta fituar me sheqerin. Është një luftë që po e humbim si popull apo? Si glob, se nuk është problemi se vetëm nuk është një luftë e humbur se medikamentet kanë dalë. Tjetër gjë që u mjekës doni ti tregoni këto se do fillojmë avash avash. Do filloni avash avash. Diabeti smundja pasanikëve? Diabeti smundja pasanikëve, kështu është quajtur dikur. E ka quajtur Che Guevara këtë dhe i ka vënë pikën. Dikur, po pra. Kështu ne jemi të gjithë pasur. Sot kemi fëmijë që janë me indeks glicemik goxha të lartë. Atë që tregojnë që ushqimet janë në një nivel goxha jo të shëndetshme,
që nga moshat e vogla, që nga moshat e kopshit. Po mirë, pse të gjithë ata që bëjnë dietë gjithë vitin, kur vjen fund viti, ja varin dhe atyre kalorive? Vjen një pikë që edhe kalorit nuk kanë më... Aja vjen t'i numërosh kaloritë?